Numri miliarderëve në botë mund të arrijë gati 4.000 deri në vitin 2031, sugjerojnë shifrat, ndërsa super të pasurit grumbullojnë pasurinë me një ritëm të përshpejtuar. Aktualisht ka 3.110 miliarderë në nivel global, sipas një analize nga Agjencia e Pasurive të Patundshme, Knight Frank. Kjo shifër parashikohet të rritet me 25% gjatë 5 viteve të ardhshme, duke çuar totalin në 3.915. Klasa e multimilionerëve po zgjerohet gjithashtu me shpejtësi me numrin e njerëzve me pasuri të paktën $30 milion në të gjithë botën, që po rritet nga 162.191 në vitin 2021 në 713.626 sot, një rritje kjo për më shumë se 300%. Liam Bailey, kreu i kërkimit në Agjencinë e Pasurive të Paluajtshme, tha se pasuria e miliarderëve dhe milionerëve ishte përshpejtuar nga fitimet nga bota e teknologjisë, veçanërisht inteligjenca artificiale. Aftësia për të zgjeruar një biznes nuk ka qenë kurrë më e madhe, thot ai. Numri miliarderëve pritet të rritet më shpejt në Arabinë Saudite të pasur me naftë, zbuloi hulumtimi, duke u dyfishuar nga 23 në vitin 2026 në një parashikim prej 65 në vitin 2031. Miliarderët në Poloni pritet gjithashtu të dyfishohen nga 13 në 29 gjatë së njëjtës periudhë, me një rritje prej 81% në Suedi, nga 32 në 58. Kjo vjen ndërsa hendeku mes të pasurve dhe më të varfërve në botë vazhdon të rritet. Vitin e kaluar, raporti i pavarësisë botërore zbuloi se më pak se 60.000 njerëz, ose 0.001% e popullsisë së botës, kontrollojnë 3 herë më shumë pasuri se sa e gjithë pjesa tjetër e njerëzimit. Organizata bamirëse Oxfam zbuloi se një numër rekord miliarderësh u krijuan vitin e kaluar, duke çuar totalin në mbi 3.000 për herë të parë. Ajo raportoi se miliarderët kanë një pasuri kolektive prej $18.3 trilion. Drejtori ekzekutiv i Teslas, Elon Musk, është personi më i pasur në botë me një pasuri neto prej $785.5 miliard, sipas Forbes. Revista rendit Larry Page, një nga themeluesit e Google, të dytin me një pasuri neto prej $272.5 miliard dhe themeluesin Amazon Jeff Bezos, të tretin me një pasuri neto prej $259 miliard.